realizimin e... A me thonë ta shtikla e toka. Shtikla vresëna, është edhe toka. Edhe unë e kam shtikla, kështu që po më duhet me dalë jashtë vetës kur pitëm toka. E kemi mendu si koncept, e kemi realizu, i kemi projektu pi as deri në zhë. Prodhimin e parë, mënyrë, po më dhe, kur kemi shku me prodhu për herë të parë, kemi shku me një shtet afër nesh këtu. Edhe me një popullsi që është në Kosovë, është e pamundun ti me përballu koston edhe sasin që aty të kërkohet. Edhe në çdo mënyrë që unë mundojsha me mish me shpirë që t'jesh me thonë që ki produkt po më pëlqen, që ta, do të koston veç hyp, do të... U baj ke pa përballueshme. Hetosferë. Do të nuk e kishit pa mundur. Edhe çdo produkt u gjesh 1000 lënë arsye për mos me bo. Edhe shkun edhe shkallëzun edhe një shtikët që unë e dojsha me realizu tash është, ndur këtë të thjesht. Pa logo, pa detaje, pa qëndisje, pa asnjë detaj që ka unë e dojsha. Edhe një primeshvet me matë mirë, më tha, hajde me më në kinë. Wow, okej. Edhe kur shkove atje? Edhe kur kom shku, në kinë ka gjithë shka, ki produktet mira dhe ki produktet shia, në varet të shka donë. është fuqi botërore. Edhe na normalisht kemi shku në fabrikat më të mirat edhe më eksplozivet atje. Edhe gjithë shka që unë e thësha, ma bëjë shumë e thjesht. Shumë e thjesht. Të që bëhej qyshme? Këtë kontra prej vendi tjetër. Komplet, kontra. Do dhe çmimi nuk është e rëndësishëm mua, se si kosto e prodhimit dilë ke njëjtë. Po se dëshira atu plotëseke, i bëjsh që ato kërkesa. Po, është të gjithë shka ishtë po. Lloji dëntellës, materiali, nëse e analizon, se unë nuk e kam ofër. A kina një që aty? Po e kam, po flasë për me qenë se e ka kjo Sara për para. Do thotë, logo është e gravuar në hekër, në emrin bukur, nuk mundesh me kap, se është shumë detaj i vogël. Do thotë, është i gravuar në hekër edhe i bëm 3D. Dëshmoja Blerinës që mujna me qitë bukur. 3D është e bëme, nuk e di apo mundet mu pa, edhe është e bëme në qatë mënyrë që vetëm kur t'i bjen drita mu duk. Shumë diskrete është. E vërtet, po. Edhe kjo është shmim ka.